Ka ullur si parin edicioni 16 i Festivalit Ballkanik të filmit dhe kulinarisë që si çdo vit mbahet në Pogradec. Shpërndau çmimet për krijimet më të vlerësuara të këtij edicioni. Vlerësimi i filmave në garë nuk ka qenë i lehtë për jurin, për shkak të nivelit lartë artistik dhe cilësisë së produksioneve të paraqitura nga autorët ballkanik. Antari i jurisë, Alert Çelo Aliaj, e konsideroi festivalin një aktivitet që jep jetë dhe dinamizëm jetës kulturore të Pogradecit. Kishte vepra shumë të mira në konkurim dhe ishte pak e vështirë të vendosje, por më në fund, duke qenë se juria përbëhet nga 3 veta, nuk kishte mundësi që të shpëtoje nga balotazhi për të vendosur për veprat, kështu që u zgjodhen veprat të cilat ishin në diskutim gjithsesi, por konkurenca ishte. Pra debati edhe në mes të jurisë ka ekzistuar, cila vepër do të jetë realisht fituesja. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë u themelua 16 vjet më parë nga gazetari Fatos Baxhaku, producenti Agerta Qurku dhe regjisori Eno Milkani. Pas ndarjes nga jeta të Baxhakut, ceremonia e mbylljes vijon të zhvillohet simbolikisht në emër të 3 themeluesve si një homazh për kontributin e tij në ngritjen dhe vazhdimsinë e këtij festivali.